Zonja Lala, SPAK ka intensifikuar jashtëzakonisht punën në fund të këtij viti. Ç'po ndodh? Ç'është ky zell? Si e kupton ti gjithë se më mirë se ty nuk e kupton njeri këtë? Tani, intensifikuar punën nëse e keni për dosjen Balluku, sepse SPAK sigurisht që në gjithë vitet e funksionimit është përpjekur, sigurisht, po 2 dosje, po ajo më e fundit është për zonin Balluku dhe tjetra ka të bëjë me grupin kriminal në Aksh. Pra këto janë 2 dosjet e fundit. Sa i përket çështjes Balluku, është e vërtetë që prokuroria e posaçme është drejtuar gjykatës me një sër kërkesash për kontrolle personale apo kontrolle të banesave dhe zyrave për një numër të konsiderueshëm zyrtarësh dhe njerëz besuar të Belinda Ballukut, por po ashtu edhe për një numër të konsiderueshëm të biznesmenëve, të cilët rezultojnë të përfolur ose të implikuar në dosjen Balluku. Të gjitha kërkesat e SPAK janë miratuar nga gjykata, në total janë firmosur 21 vendime individuale, por në total janë 34 urdhra kontrolli, sepse brenda një vendimi mund të ketë disa kontrolle të ndryshme. Dhe gjatë kësaj kohe, pra vendimi është marrë ditën e Krishtlindjes në datën 25 dhjetor dhe është zbatuar një ditë më pas në datën 26 nga ana e Byros Kombëtare të Hetimit dhe sikur se thash janë ushtruar 34 kontrollet. Ka patur kontrolle tek njerëzit më të besuar të zonjës Balluku, sikurse është shefja e kabinetit të saj, e cila mendohet që në banesën e saj, por edhe në celular mund të gjendet të dhëna që mund t'i shërbejnë Hetimit, është kontrolluar banesa zyra si dhe është marrë celulari i ish sekretares së përgjithshme të ministrisë dhe aktualisht është administratore e korporatës elektroenergjetike shqiptare Viola Haxhi Ademi. Janë kontrolluar gjithashtu edhe Erald Delezi dhe Gentian Gjyli që janë përkatësisht në masën e arrestit në shtëpi, u është kontrolluar banesa, po ashtu janë marrë celulare dhe gjitha pajisjet kompjuterike të cilat janë gjetur në banesat e tyre. Janë kontrolluar biznesmenët Rok Gjokaj, është kontrolluar banesa, është marrë celulari bashkë me celularin e të birit, është kontrolluar banesa e biznesmenit Ilir Shtufi, banesa e biznesmenit Paqësor Buzi. Pra, kam më pas dhe një numër të lartë të zyrtarësh të tjerë të cilët rezultojnë pjesë më të madhe të kohës të kenë qenë antarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Dhe të gjithë këto celular apo pajisje të tjera kompjuterike, të cilat janë marrë nga ana e agjendet të Byros Kombëtare të Hetimit, janë dërguar për ekspertim në laborator dhe që aty dihet që ka edhe ekspert të Shtetet e Bashkuara, pra ekspert amerikan që ndihmojnë prokurorinë e posaçme për të bërë zbërthimin dhe nëse do të gjenden prova të reja, do të përdoren në përballjen me SPAK-ut dhe Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve, që ka të bëjë pikërisht me kërkesën e SPAK-ut për leje për të arrestuar zonjën Balluku. Pra, ky është zhvillimi më i fundit sa i përket dosjes Balluku, ndërkohë që në dritë kanë dalë edhe disa komunikime të tjera të reja. Zonja Balluku është duke u hetuar edhe në lidhje me koncesionin e rrugës Tuman Kashar. Është një koncesion që më së pari do duhet ketë një falje publike për ato 10 qytetare dhe 100 qytetare që ju e dini shumë mirë që u flakën në rrugë, nuk u dëm shpërblyen asnjëherë si duhet për banesat e tyre. Është një rrugë shumë e kushtueshme dhe që taksa paguesin shqiptarë për 35 vjet do të zhvatin xhepat e tyre në këndërshtim. Ta nuk i kanë marrë parat njerëzit që janë spostuar. Ka pasur protesta shumë të gjata zotëri Rakipi dhe ju e dini shumë mirë, ka pas shumë pak gazetarë që kanë qenë në anën e tyre. Për fat mirë në këtë rast edhe mendoj që modestisht në shumë raste të tilla kam qenë në anën e duhur të historisë, kam qenë pro atyre banorëve. Ju e dini shumë mirë që ata protestuan më pas edhe për rrugë dalje dhe hyrje sepse u vund traumë tek dera e shtëpisë dhe nuk dilnin dot nga banesat e tyre. Pra është një histori shumë e gjatë dhe e detajuar dhe zyrtarisht zonja Balluku është në hetim për këtë çështje, por po ashtu është në hetim edhe shoqëria koncesionare Gener 2 e cila ka lidhur kontratën me ministrinë. Patjetër që është një çështje e cila duhet hetuar sepse është një rrugë që nuk ka patur në investim të jashtëzakonshëm, është një rrugë e cila pjesën më të madhe të saj ka qenë ekzistuese, ndërkohë që për 35 vjet është një koncesion që do shkojë në 1.3 miliard euro, ndërkohë që askush nuk u mban përgjegjësi për milionat që do t'u zhvaten qytetarëve shqiptar. Po pra pa shkuar tek zbatimi i kontratës koncesionare, prokuroria e posaçme nisu nga disa komunikime të zonjës Balluku që ka gjetur me ish kreun e autoritetit rrugor shqiptar Eviz Berberi, kanë ngritur dyshime që kjo kontratë koncesionare ose e gjithë kjo sipërmarrje ka qenë e paracaktuar për shkak edhe të mënyrës se si ajo e trajton pronarin e kompanisë, duke thënë në një moment që ai mund të jetë një ushtar i bindur e tjera me radhë që unë po i bëj nderin e jetës, thot zonja Balluku për biznesmenin Bashkim Ulaj. Ndërkohë që
hetimet janë duke vijuar, sepse aty ka një sër biznesmenësh të tjerë të cilët janë të përfolur, disa prej tyre janë kontrolluar më herët në kontrollet më pashme, disa të tjerë, për shkak të fazave mbi cilat po evolon hetimi, janë duke pritet të kenë edhe kontrolla apo zhvillimet më tejshme. Dosja tjetër e dytë është ajo e Akshit, një grup i strukturuar kriminal që sipas SPAK ka shkuar deri në rrëmbimin e një biznesmeni, ne kemi trajtuar në studion tuaj, për momentin janë duke u pyetur persona të ndryshëm dhe ka një hetim të qelur ndaj zyrtarëve, një numër zyrtarësh policie, pasi rezulton që disa prej tyre janë filmuar në zyrën e Ergyes Agasit, duke hyrë dhe duke bërë takime me ta, se çfarë kanë ato biseda dhe ato video përgjime, nuk jam në gjendje ta them sepse ato janë top sekret dhe po mbahen nga prokurorët dhe hetuesi që po merren me ta, por ama një gjë mund të them me siguri është që sot ka një hetim të ri që përfshin zyrtarët më të lartë të policisë së shtetit, dhe po ashtu është duke u hetuar edhe zhduke e mistershme e Daniel Shimës për afro 10 orë. Ishte një zhdukje, ishte një rast, këtë do duhet ta... Sot më duhet ka një reagim të prokurorisë, jo? Atëherë, zoti Rakipi, kur unë marrë përgjegjësinë për të folur në studio, të lutem, kur unë marrë përgjegjësinë për të folur në studio, mbaj përgjegjësi edhe ligjore për gjërat që them. Edhe nuk besoj që në kaq vite që unë kam qenë në studio tuaj apo studio të tjera, të jem rrëzuar një moment në ato çfarë kam deklaruar. Prokuroria e posaçme është e pavarur për të kryer hetime në raport me një çështje të caktuar, pavarësisht hetimeve që mund të ketë kryer Prokuroria e Tiranës. Prokuroria e Tiranës e ka pushuar duke konsideruar këtë si një largim të vullnetshëm. Ndërkohë që prokuroria e posaçme, e cila ka kryer për muaj me radhë, nuk e ka rimar, ka gjetur në kuadër të çështjes që po hetonte, ka gjetur disa element që e bëjnë të dyshojë që mund të jenë përpara një rrëmbimi të mundshëm dhe është duke u hetuar. Pra, prokuroria e posaçme nuk varet fare nga hetimi që bën një prokurori e jurisdiksionit të zakonshëm. Nëse rrugës gjen prova, këtë çështje ka të hapur, se sa do të ecë kjo çështje, ishte apo jo rrëmbim, kjo mbetet për tu parë, por që prokuroria ka një hetim tërësisht pavarur nga ajo çfarë ka bërë prokuroria e Tiranës. Për të kthyer me dy fjali tek SPAK-u, sigurisht unë kam qenë në mesin e atyre gazetarëve që e kanë mbështetur prokurorinë e posaçme në rastet kur politika e vjetër është bërë bashkë duke fyer, përgojuar, intimiduar prokurorët dhe gjykatës, sepse e kam konsideruar si jo normale që të fusësh gjithë gjyqtarët dhe prokurorët në një thes dhe ti trajtosh me një gjuhë delegitimuese. Jo, të lutem, nga ana tjetër, jo nuk mora përsipër shumë se këto e kam thënë publikisht, janë po plasë në studion. Ndërkohë që sa i përket prokurorisë, ka bërë disa hapa domethënës, sepse ne kemi një zëvendës kryeministre, kryetarin e bashkisë, një ish president, një ish kryeministër, kemi disa grupe kriminale ndër më të rrezikshme në vend. Organizata Qela shumë e rrezikshme, Qopja shumë e rrezikshme. Po tani më lejo të renditim këto. Jo, vetëm dhe një fjalë. Po se do t'i renditim pra, se po më prish skaletën. Jo, po do ta them tek këtë fjali se skaleta mund të urgjent fjalin, urgjent. Është më e dijes. Urgjent. Atëherë, sa i përket SPAK-ut, patjetër që ka edhe disa bilance që në këndvështrimin tim nuk ka qenë në lartësinë e duhur dhe do duhet të ketë ose më saktë do duhet të reflektoj. Për shembull, koncesioni i sterilizimit është problematik shumë e madhe e SPAK-ut, pati përplasje brenda strukturës. Incineratori i Tiranës. Incinerator në përgjithësi, jo vetëm Tiranës. Po Tirana, sepse Tirana është skandal fare, se të paktën në Elbasan dhe në Fier janë bërë disa godina. Tirana nuk ka asgjë fare, nuk ka fare investim. Dhe në këndvështrimin tim, prokuroria e posaçme, aty ka një minus të madh, që sigurisht ndoshta do të ketë kohën për ta rikuperuar të gjitha të pjesë ku ka mbetur. Tani të renditim shkurt, qartë, sakt për popullatën, cilat janë dosjet më të bushme të SPAK për vitin 2025. Për 2025, por ne kronologjikisht edhe një herë, që të hymë në atmosferën e vitit për të bërë një analizë dhe të ftuarit. Zoti Meta filloi më herët, po përfundoi pra u dërguar për gjykim 2025-ën. Goditja në këndvështrimin tim, dy goditjet më të rëndësishme janë bërë njëra në shkurt, ku ishte arrestimi i zotit Velie, kryetari i Bashkisë së Tiranës. Ju e dini historinë e tij, është sot i pandehur për 13 akuza penale, mbahet në paraburgim. Goditja tjetër, nëse mund quhet e tillë, sepse mbetet për tu parë qëndrimin që do të mbajë kuvendi, është për zëvendës kryeministren. Ka patur po ashtu goditje sa i përket krimit organizuar. Organizata e drejtuar nga Ergyes Qela dhe Franz Qopja është konsideruar nga partnerët ndërkombëtar si organizata më e madhe shqiptare që ka operuar në vendet e Amerikës Latine, në vendet e Bashkimit Evropian dhe në Shqipëri. Mendoj që kanë pastruar në Shqipëri të paktën 200 milion euro. Pra është një shifër e cila del në raportet ndërkombëtare. Dhe kjo është një ndër organizatat. Ergyes Qela ishte thuajse një personazh i panjohur për Shqipërinë, pavarësisht se Franz dhe Hajdar Qopja, dy vëllezrit, unë i kisha ekspozuar disa herë, kisha folur për ta, kam bërë disa emisione, por Ergyes Qela ishte thuajse një personazh i panjohur.
investimet në Shqipëri mendohet të kapin shifrën e 200 milion eurove. Harove doktorin në këtë rast të politika? Sepse është më herët, zotë Berisha, pra unë dala vetëm të 25. është më herët se vitit 2025? Po, është më herët se vitit 2025, kështu që prandaj nuk e futa në këtë pjesë. Pastaj nëse kapim kohën Kraja Dumani është një histori tjetër. Në 2025 ka patur edhe goditjet grupit të Durrësit, që është grupi Troplinëve, pra Visi Pojës ka patur goditje edhe sa i përket njerëzve të policisë së shtetit, dhe ju e dini që sa herë ka patur një operacion, ka patur edhe zyrtar të policisë të përfshirë, pra këto janë paka shumë bilancet e 2025-ës, që sigurisht ka dhe çështje që janë duke vijuar dhe që nuk kanë ende, si që është për shembull abuzimi me fondet e Bashkimit Evropian. Është një çështje, fondet e AZBR-s e tjera me radhë, janë një çështje që në këndvështrimin tim, nëse SPAK nuk shkon deri në fund. Duhet konsiderohen të. Po, absolutisht që po.